Jeni me epizodin e 25 të emisionit POV Nacionale. Ajo leje është e ndërtimit të objektit komunës, jo e bulevardit. Me të bloku, do të me shku ma qep. 400 lije që të janë kësha morë, për që të ujtë me do që të. O, zët, o qëfar në gërqi. Qa dhe që të bje shi, apet komu mush edhe komu je hikë në banorve. 100% këto komu mush, në momentin që bjen shi këto komu mush. Për momentin që shokon shumë largë ma mirë. Mirë, 1-2 muj pretëm për të zhavar. Sakt. Vitinar shumë këtë në qëfar do mënyre, edhe nëse ose prej ministrisë, ose prej anës për anës. Ndodhë qka ndodhë. Kjo është tepër e rëndë. Nisan me jetu në kanalizim, a jetohet në kanalizim. Por ai gjithashtu rezulton i përfshirë edhe një tjetër rast të rënd që lidhet me zhvillimet në veri të Kosovës. Barrikadat e dhjetorit 2022. Se çfarë i kanë thënë gazetorëve këta tre akter politik, ta ndjekim në storje. Duhet shkoj me shpejtësi në takimin e provës. Le të presim një herë që të ndodhë certifikimi i rezultateve. Ne i presim që të kemi një kandidate konsensuale, jo partia. Gazetori i Nacionales Berat Buzhola, i cili ndoshta është më mirë mi thonë që është korespondent në Tiranë Nacionales. Që njerëz dhe partit që sot du rrehen mas shumëti prej le të themi një pjesë të rinisë shqiptare, janë njëkohësisht njerëzit dhe partit që kanë kontribu mas shumëti për kauzën shqiptare. Mirë po këtu në Badoc, në Kosovë, gjendja është kjo, juftoj të ndeshe.